të ligjore për të parë se ka elemente të veprës penale për cilën u tha dhe në kronikën paraprake në raport me personin në fjalë. Po, të ty që ju si e pat frustrimin që kishin OVL-u që ka ishte i arsyeshëm? Po, edhe vetë autori ka pranu se ka lëshime dhe ka gabime dhe është bazuar në librin Letërkujtimet e Natasha Kandiqit. Unë besoj që ne nuk do t'i referohemi se cilit libër që tashmë aktualisht po them qarkullon e treg, ne nuk e kemi vetëm një ekspozite cila mund të ketë në një farë forme lëshime rreth asaj se çfarë ka ndodhur me ushtrisë qytetare të Kosovës dhe me viktimat. Ne kemi edhe libra të botuara të cilat janë vazhdimisht unë shoh nëpër qytete të ndryshme ku përshkruan historitë e qyteteve, të fshatra, masakrat e fshatrave dhe unë besoj që një korrigjim në detaje i të gjitha këtyre duhet të ndaten nëpërmjet Ministrisë së Arsimit, e cila duhet ta ketë një resort veçantë dhe jo gjithë secili që them kështu kushtimisht me atë fjalën popullore quhet mëngjes e boton një libër. Andaj unë mendoj se secili botim i secilit libër, qoftë nga ata më të vegjël deri tek këto që janë perioda më të lavdishme e ushtrisë kombëtare të Kosovës, duhet kalojnë nëpër duart them kushtimisht të Ministrisë së Arsimit e pastaj edhe në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve. Ajo që ka bërë sot prokurori Kodraliu nga neni 141 parashes se domethënë veç është konsumuar vepra penale nxitjes dhe në ditët në vazhdim ne do të shohim se në fakt çfarë ka ndodhur. Autori ka pranuar që ka pas lëshime për shkak të bazimit që ka bën në atë libër. Pastaj edhe kryeministri e tha se historia në një farë forme nuk mund të ndryshohet. Kështu që po mendoj se ne sa vlen kjo, nëse mund të themi, kjo keqardhje nga ana e përgjegjësve të shtetit. Duke ditur që pra më e rëndësishme është që është kjo ekspozitë është financuar nga Kuvendi i Kosovës, madje para disa ditësh ishte edhe si themi kurorimi i saj, ishte kryetaria Kuvendit ku ishte aty dhe që nuk u vrajtën gabimet. Pikërisht unë atë që thash, e tha edhe parafolsi im se secili libër duhet kalon nga Ministria e Arsimit dhe jo të financohet nga Kuvendi apo nga institucione të tjera apo nga ministritë të tjera. Ajo çfarë do doja të shtoja këtu është se organizatë të veteranëve të UÇK-s kanë në secilin qytet. Prandaj unë besoj që mbledhësit më të mirë të gjitha këtyre shënimeve se sa ka, sepse ne nuk kemi një numër të saktë se sa janë të vrarë në Kosovë. Unë mendoj se OVL-u UÇK-s është organizata ose duhet jetë adresa e duhur që ta kuptojnë qytetarët e Kosovës një herë mirë se sa kemi të vrarë të masakruar në secilin qytet. Prandaj nuk ka ndoshta qytet në secilin komunë posaçërisht në këto shqiptare që nuk e ka një zyre OVL-u UÇK-s. Prandaj të gjitha këto të dhëna duhet të grumbullohen në OVL-u UÇK-s që përpara 27 vjetorit ne ta kemi një numër të saktë, një shifër të saktë të gjitha atyre që kanë dhënë jetën për Kosovën. Prandaj si është e mundur edhe pas 27 viteve të mos i kemi të dhëna të sakta? Për shkak të kësaj neglizhencës dhe këtij ping-pongu që neve po e kemi gjujt fajin herë të njëra qeveri herë të tjetra, po mendoj se ndoshta OVL-u UÇK-s do duhet që të ishte më pranishme në teren që të mbledhte informata bashkë me komunën ose me pjesën ndërmuese sepse tash prej vendin nga vijun prej Lipiani për shembull ne kemi zyrin e OVL-t të UÇK-s dhe ajo as nuk financohet nga kryetari i komunës, as nuk ka një mundësi për me dalë në teren ndoshta edhe me mbledh dhona. Shembullin do ta dhëja unë një shembull që për mua ishte jashtëzakonisht i mirë, ishte kjo i kryetarit të Obiliqit, kur ai të paktën i dha një makinë që OVL-u UÇK-s ketë mundësi që të grumbullojë të paktën të dhëna se çfarë ka ndodhur në komunën e Obiliqit. Dhe do doja që ky shembull ishte edhe në komuna tjera në mënyrë që OVL-u UÇK-s të jetë adresa ku ne duhet marrim informata dhe jo gjithë secili që quhet në mëngjes të botojë një libër dhe ne t'i referohemi librave të caktuar se ky e ka bërë këtë dhe se kaq viktima janë. Prandaj po mendoj që ka qenë një lëshim dhe nuk duhet edhe